Mario. Të gjatë jeta skop. Çfarë po bën? Shika. Kemi, çfarë ka? Ndihesh mirë? Jam shumë mirë. Thjesht po shikoj diçka shumë të bukur. Shikoni. Shikoni. Oh! Qen ka një flutur. Dhe po vinë sa të tjera. Por janë shumë për mua që të mund të shonë një kohë. Por nuk janë shumë për ne për t'i numëruar. Tre flutura të vogla, po të shohin ty. Njëra fluturoj, pastaj mbetën dy. Flutur, flutur, gjithë ditën e lumtur. Flutur, flutur, larg fluturo. Dy flutura të vogla, po rinin në diell. Njëra fluturoj, pastaj mbeti një. Flutur, flutur, gjithë ditën e lumtur. Flutur, flutur, larg fluturo. Një flutur e vogël se çka mbetur vetëm, ajo fluturoi, nuk mbeti asnjë. Flutur, flutur, gjithë ditën e lumtur. Flutur, flutur, larg fluturo. Oh, përshëndetje të gjithëve. Oh, përshëndetje. Oh, pra, çfarë keni bër? Kemi qenë duke parë fluturat. Oh, Por mendoj se ajo flutura po të shikon ty. mendoj se ke të drejtë. Dhe kur ajo ul mbi hundën time më gudulisi. Ishte qejf. Ndoshta flutura mendon se ti je një lule për shkak të ngjyrave të tua të theksuara. Ndoshta. Atëherë, ndoshta ne do mund të shkojmë brenda dhe ajo të mund të kërkoj për një lule të vërtet këtu jashtë. Ide e mirë kjo. Mirupafshim flutur. Pafshi. Mua pa dyshime për e të qeshë. Shiko Xhaxha Gredi, një flutur. Që nga vërtet shumë e bukur. Dhe ne shohim shumë flutura të tilla këtu. Duhet të jetë shumë argëtuese të punosh në një park. Po, Colin, është vërtet shumë argëtuese, por mos e tregoj njeriu. Është argëtuese, sidomos kur ke një ndihmëse të mirë si ty. Jam ndihmës i lumtur. Më trego çfarë të doj. Jam ndihmës i lumtur. Më pëlqen të ndihmoj. Po unë jam ndihmës i lumtur. Të japësh ndihmës të argëtuese, nuk është e vështirë. Mos haro sa mirë ndihesh kur miq të ndihmojnë ty. Jam ndihmës i lumtur. Më trego çfarë të doj. Jam ndihmës i lumtur. Më pëlqen të ndihmoj. Po unë jam ndihmës i lumtur. Të tregosh kujdesin me gjërat që ti bën. Të ndihmosh është një mënyrë për të thënë të dua. Jam ndihmës i lumtur. Më trego çfarë të doj. Jam ndihmës i lumtur. Më pëlqen të ndihmoj. Po unë jam ndihmës i lumtur. Oh, Barney. Urdhëro. Mendoj se u kthye miku yt. Miku im. E pra, unë kam një mike të re për të gjithë ju. Përshëndetje vogëlushe. Përshëndetje. Miqtë e mi, kjo është mbesa ime Colin. Është vajza e vllajt tim. Dhe familja e saj ka ardhur nga shumë larg për të më takuar mua. Shikon? Shumë mirë, Colina. Unë quhem Barney. Dhe këta janë miqtë e mi. Kemi Përshëndetje. Mario Të gjatë jeta. dhe Scotty. Tu ngjatjeta. Ti je me të vërtet një dinosaur? Shumë i vërtet. Forca, më kontrollo. Nuk ka problem. Kjo më gudulisi. Colin, ti
ti paske vetëm një dorë. Aha, kështu kam lindur. Po nuk është ndonjë problem tani. Sigurisht që nuk është. Ajo mund të bëjë çdo gjë që dëshiron. Në fakt, ajo sot në mëngjes më ka ndihmuar shumë, apo jo Kollin? Oh, Xhaxha, great. Gredi. Oh, Mendoja se emri yt ishte Zoti. Grady Boyd. Dhe puna ime është të kujdesem për parkun, kështu që unë tani duhet shkoj. Mund të qëndroj Kolina dhe të luaj me ne, Zoti Boyd? Po, ke dëshirë të qëndrosh pak kohë dhe të luash? Po, mendoj se po. Në rregull atëherë, do të kthehem shumë shpejt. Shihemi më vonë, miq. mirupafshim zoti Boyd, do të shihemi më vonë. Oh, shoku, sot do të kemi mundësinë të bëjmë diçka super të veçantë. Vërtet? E po, do të kemi mundësinë të njohim një mike të re. Por, ndonjëherë duhet pak stërvitje. Duhet? Çfarë duhet të bëjmë ne? Po, çfarë duhet E të po, bëjmë? gjëja e parë që duhet të bëjmë është e lehtë. Oh, edhe argëtuese. Oh. Herët në mëngjes kur qohem e vishëm, nga që dua shumë mirë të dukem. Gjëja e parë që bëj dhe që dihet nga të gjithë, një buzë qeshje e madhe më shihet. Oh! Një buzë qeshje, në fytyrë vesh, një buzë qeshje, kudo buzë qesh. Unë buzë qesh fort dhe shoh shumë shpejt, gjithë bota po qesh edhe vet. Oh, ky po që është një mendim i lumtur. Oh. Buzë qesh e bukur, buzë qesh e mirë, një dhuratë si kjo për ty nga unë. Buzë qeshja është e veçantë sepse ti akoma mund ta mbash ndërkohë që e ke falur. Një buzë qeshje, në fytyrë vesh, një buzë qeshje, kudo buzë qesh. Unë buzë qesh dhe shoh shumë shpejt, e gjithë bota po qesh dhe vet, e gjithë bota po qesh dhe vet. Oh, në rregull. Oh, më mirë tani. Oh, thjesht shikoni gjithë këto buzëqeshje të lumtura. Ke të drejtë Barni, është vërtet e lehtë. Dhe argëtuese. Oh, por duhet më shumë për të njohur miq të rinj, jo vetëm të buzëqeshësh. Gjëja tjetër që duhet të bëni është të thoni tungjatjeta dikujt në një mënyrë miqësore. Oh, Colin, mundesh të më ndihmosh t'ju tregoj të tjerëve se çfarë dua të them? Dakor, çfarë duhet të bëj? E po, thjesht më ndiq mua. Oh, tani, ne do të hiqemi sikur nuk e njohim njëri tjetrin dhe do të veshim disa kostume shumë të lezetshëm. Diçka si këto? Oh, shumë mirë. Oh, dhe ndoshta një kapele. Oh, të shohim si duket kjo. Ja, kështu. Si dukem? Duket shumë mirë. Oh, shumë mirë. Barni, çfarë do të veshësh ti? Oh, të shohim pak. Do ketë diçka këtu. Shumë e kuqe. Shumë elegante kjo. Oh, shumë e vogël. Shumë e madhe. Oh, kjo nuk më pëlqen fare. Kjo nuk më shkon. Oh, kjo më bën të kruhem dhe e përkryer. Tada! Faleminderit. Dhe tani, Kolina dhe unë do të stërvitemi duke thënë përshëndetje në një mënyrë miqësore. Gati? Gati. Oh, në rregull. Ja ku po filloj. Në një mëngjes me lagështi, kur mere ishte koha, u takova me një mike dhe tash sa bukur që jemi bashk. Filluan të lavdëroheshim, unë fillova buzë qesh. Si ja kalon dhe si ja kalon përsëri. Pra, e dini të gjithë se çfarë duhet të bëni? Mendoj se e dini. Mirë. Atëherë shkojmë të përshëndesim të gjithë miqtat të rinj. Në një mëngjes me lagështi, kur mere ishte koha, u takova me një mike dhe thash sa bukur që jemi bashk. Filluam të lavdëroheshim, unë fillova të buzë qesh. Si ja kalon dhe si ja kalon përsëri. Si ja kalon dhe si ja kalon përsëri. Si je? Po ti si je, mirë? Ishte shumë argëtuese. Tani që ne po buzëqeshim dhe kemi thënë të gjithë përshëndetje, çfarë duhet të dim tjetër për mënyrën si të njohim miq? Po pra çfarë tjetër? E tani e ka radhën një nga gjërat e mia të preferuara për të bërë. Të flasësh me një mik të ri për të zbuluar gjithçka për të. Për shembull çfarë Barni? Për vende ku ata kanë qenë, gjëra që ju pëlqen të bëjnë ose çdo gjë e lumtur. Colin,
Dëshiron të fillosh ti e para? Në rregull. Oh, në rregull. Më pëlqen të bëj shëtitje me kuaj dhe në dhomën time kam 9 kuaj lodre. Po, edhe Wow, mua. sa shumë. Oh. Mario? Javën që kaloi unë mora një yll floriri në kartën time të bibliotekës sepse kam lexuar shumë libra. Oh. Mario lexon gjithmonë libra. Oh. E ke radhën ti, Barni? Oh, mua më pëlqen të shkoj në plazh dhe të bëj gjurmë këmbësh mbi rër. Oh. Gjurmë të mëdha. Oh, është e vërtet. Oh, po ty çfarë të pëlqen kemi? Më pëlqen të bie pianos dhe mund të luaj vozit parkën. Sa mirë. Oh, do të më pëlqente shumë të dëgjoja të luaja ndonjëherë. Scott, po ty çfarë të pëlqen? Filmat, sidomos Oh. ata për të qeshur. Oh. Mua? Edhe mua. Mua më pëlqejnë filmat me aksion. Oh. Mua më pëlqejnë më shumë filma vizatimore. Ose filmat mbi kafshët. Oh. Barni, çfarë të pëlqen më shumë kur shkon në kinema? Oh, mund t'ju a them, por do të jetë më argëtuese t'ju a tregoj. Oh, sa mirë. Çfarë mund të jetë? Po çfarë? Këti, çfarë mund të jetë? Çfarë Oh, mund me të që po jetë? pres t'ju tregoj. Oh, ato që më pëlqejnë më shumë kur shkoj në kinema janë Kokoshka! Oh, pikërisht këto. Më pëlqejnë shumë kokoshkat. Mund t'i dëgjosh, mund t'i shohësh, ti nuk hasësh, mund t'i hash. Ti dëgjosh, shohësh, nuk hasësh, hash, prekësh, përtypësh, shijosh, provosh. Kokoshkat janë vërtet të mira, kur i bën dhe kur i ha. Kokoshkat bën shak, 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 kur i ham janë të mira, s'pushojnë dot kur i ham. Oh, më pëlqej shumë. Oh, janë kaq të shijshme. Nisi është i vogël, pastaj kërcet, bën një ritëm që kërcet kokoshkash, e mbush kupën deri në maj, dhe pastaj është koha të ham. Kokoshkat janë vërtet të mira, kur i bën dhe kur i ha. Kokoshkat bën shak, 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 kur i ham janë të mira, s'pushojnë dot kur i ham. Oh, sa të mira! Ti dëgjosh, shosh, nuhasësh, hash, prekësh, përtypësh, shijosh, provosh. Kokoshkat janë vërtet të mira, kur i bën dhe kur i ha. Kokoshkat bën shak, 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 kur i ham janë të mira, s'pushojnë dot kur i ham. Bën shak, 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 kur i ham janë të mira, s'pushojnë dot kur i ham. Oh, në rregull! Sa kokoshka që ka këtu. Faleminderit. Oh, faleminderit. Faleminderit, Mario. Barni, kam një pyetje. Aha, cila E, është po, kemi? kur po flisnim për filmat dhe ne nuk na pëlqenin të gjithëve të njëjtat lloje, a nuk duhet që miq të pëlqejnë të njëjtat gjëra? E, po, miqt mund të pëlqejnë të njëjtat gjëra, por nuk janë të detyruar. Në fakt, ne mund të mësojmë shumë gjëra nga miqtë tanë që janë ndryshe. Kjo më kujton një tregim që sapo kam lexuar. Të Oh, thash që Mario gjithmonë duke lexuar libra? oh, shoku. Ja ku është? Oh, tregimi Luanit dhe Miushit. Oh, ky po që është një tregim i bukur. Të lutem, a mund ta lexosh ti Barni? Oh, lutem. do të ishte një kënaqësi shumë e madhe. Një herë e një kohë, në një xhungël shumë të gjelbërt, jetonte një luan i madh, më i fortë ndonjëherë. Oh. Dhe gjithashtu në këtë xhungël, shumë poshtë në bar, jeton një miush i vogël fare që fshihet kur kalon luani. Unë ka frikë se ai do të më haj. Luani e kapi miushin dhe mbajti putrën e tij mbi shpinën e saj. Je shumë e vogël për të të ngrënë si vak, por do jesh zemër shumë e shishme. Ma të lutem mos ma, do të doja më mirë të isha mikja jote dhe një ditë mund të të ndihmoj nëse takohemi përsëri. Të më ndihmosh mua? Ti je tepër e vogël dhe e dobët, por mendoj se do të të lë të shkosh. Oh, faleminderit. Miushi iku. Por në një pjesë tjetër të xhunglës ndodheshin dy gjahtar me një rrjet. Do të kapim një luan për kopshtin zoologjik. Të paktën kështu shpresojmë. Dhe kur luani ushtri të flinte, gjuetarët e kapën atë shpejt e shpejt. Por, kur ata shkuan të merrin kamionat e tyre, Miushi u afrua pranë tij. Luan, unë do të ndihmoj të shpëtosh. Të thash se do të të ndihmoja dhe miqt fjalën e mbajnë. Luani tha me shumë trishtim. Si mundesh të më ndihmosh ti? Unë jam më i madh dhe i fortë, e ti je dobët dhe i vogël. Edhe pse Luani ishte i sigurt se nuk kishte shpresë, sytë e tij u hapën shumë kur Miushi filloi të përtypte rrjetën. Wow!
Dhe vetëm pak qaste më vonë, Rjeta u këput me një tërheqje të vogël dhe Miushi dhe Luani u largua me një shpejtësi nga graska Ja gjuetarëve. dolem ban Miushe, shumë faleminderit. Nuk ka përse, tani të largohemi. Po shkojmë. Dhe diku në atë xhungël, ata janë ende miqt më të mirë që jetojnë të lumtur për gjithmonë. Dhe kështu përfundon tregimi ynë. Sa Tregimi burgarni. Është vërtet një tregim i bukur. Luani dhe Miushi ishin shumë të ndryshëm nga njëri tjetri. Por ata gjithsesi u bën miq shumë të mirë. Tërum, tum, tum. Përshëndetje. Miqtë tan janë të rëndësishëm sa gjithë bota jonë. Na pëlqen ne ti ndihmojmë kur luajmë amazojmë. Miqtë këtu ndihmojnë njëri tjetrin kur ndonjë ndihet keq. Të kesh miq është gjë shumë e mirë, po mik dhe nuk e frik. Tararërëm, pëm. Miqtë tan janë të rëndësishëm sa gjithë bota jonë. Na pëlqen ne ti ndihmojmë kur luajmë amazojmë. Miqtë këtu ndihmojnë njëri tjetrin kur ndonjë ndihet keq. Të kesh miq është gjë shumë e mirë, bëhu mik dhe nuk e frik. Të kesh miq është gjë shumë e mirë, bëhu mik dhe nuk e frik. Ashtu do të jesh? Po, jam shumë e lumtur që kam miq të rinj, kaq të mirë sa jeni ju. Edhe ne kështu ndihemi për ty, Kolin. Po, Ashtu jemi. Si voni, ne duhet t'i tregojmë Kolinës pjesën tjetër të parë. Këtu ka shumë gjëra të tjera argëtuese. E ja shkojmë te liçeni dhe unë do të tregoj varkën time lodër. Do shta ke dëshirë të luash te lodrat, është shumë bukur. Por në fillim do të shoh se çfarë kemi te gaziboja. Liçeni. Lodrat. Përfundimisht gaziboja. Jo kaq shpejt. Kur njerëzit janë miq, ata nuk harrojnë të bëjnë gjërat me radhë, apo jo? Ke të drejtë, Barni. Po, nëse luani me radhë me Kolinën, mendoj se ajo do të argëtohet edhe më shumë. Edhe ju gjithashtu. Ashtu është. Kolin, çfarë ke dëshirë të bësh në fillim? Mendoj se do të shkoj tek liçeni me Skotin dhe tek lodrat me Marion dhe pastaj mund të shkojmë te gaziboja së bashku, kemi dakord? Në rregull. Mua më duket shumë e Edhe drejtë. mua. Sa mirë, kështu është më mirë. Ne mbajmë radhë, ku luaj me lojra, është gjë e mirë, për t'jen dhe vajza. Kështu mbajmë radhë, kur luaj me lojra, gjë e mirë, për t'jen dhe vajza, se mbajmë radhë, kur luaj me lojra. Kjo është ideja. Ne mbajmë radhë, kur luaj me lojra, është gjë e mirë, për t'jen dhe vajza. Mbajmë radhë, kur luaj me lojë, se ky është mrekulli, kështu ne mbajmë radhë, kur luaj një lojë. Sa bukur, një lojë tjetër. Ne mbajmë radhë, të luajmë bashkë, se i ftojmë bashkë, i ftojmë të gjithë. Mbajmë radhë, të luajmë bashkë, i ftojmë të gjithë, të jenë me ne mbajmë radhë, të luajmë bashkë. Pa mje kuptuar. Shoku, ishte shumë argëtuese. Ashtu ishte vërtet, këtu në park kam me të vërtet shumë gjëra për të bërë. Dhe ka edhe shumë gjëra të tjera që ne mund të të tregojmë, por nesër. Por unë nuk do t'jam këtu nesër. Nuk do t'jesh? Jo, sepse sot ishte dita e fundit e vizitës time tek Xhaxha Gredi. Kemi biseduar se ndoshta mund t'jetojmë këtu ndonjë ditë. Por nesër do të kthehem në shtëpi me mamin dhe babin. Por kjo do të thotë se ne nuk do të jemi më miq? Sigurisht që ju do t'jeni ende miq. Është bukur të kesh miq të cilët i shikon çdo ditë dhe luan bashkë me ta. Por gjithashtu është bukur të kesh miq që janë shumë larg. Mund të bëhet me të vërtet kjo? Sigurisht që mundesh. Miqt mund të mbeten miq duke telefonuar njëri tjetrit, ose duke dërguar mesazhe, ose mund të jenë miq penash. Po, Kolina mund të jetë miqja jonë e penave. Shumë mirë. Çfarë janë miq të penave?
Ne I dërgojmë letra dhe fotografi fëmijëve të tjerë dhe ata na shkruajnë edhe. Ne kemi miq pena kudo në përbot. Barni, ne nuk e kemi kontrolluar sot kutim postare. E po, le të shkojmë ta kontrollojmë tani. Me zi po pres të shoh se çfarë ka brenda. Shoku. Pa shiko, ju kanë ardhur disa letra. Apeli I postës. Shkojmë t'i hapim tek tavolina e piknikut. Do të kënaqemi shumë. Jam kurioze të shoh edhe unë. Turum. Zini të gjithë nga një vend? Me rregull. Shumë mirë. Të shohim se çfarë kemi këtu. Ja ku janë disa për ty, Mario. Faleminderit. Nuk ka përse. Edhe për ty kemi. Urdhëro. Faleminderit Barni. Nuk ka përse. Scott, ja ku janë dhe disa letra për ty nga miqtë tu. Faleminderit. Nuk ka përse. Edhe ti mund të hapësh disa letra, Colin. Faleminderit Barni. S'ka përse. Disa nga këto vinë shumë larg, por vinë të gjitha nga miqtë tanë. Ca nga miqtë tanë mund të jenë shumë më larg, dhe të tjerë janë pranë teje. Por s'ka rëndësi ku janë, mund të jenë afër a larg, por të duan ty ju pëlqen shumë. S'ka rëndësi ku janë, afër ose larg, thjesht të duan ty ju pëlqen më shumë. Kjo është e vërtet se ju duan shumë. Mund ta thërrasësh amigo, Mon ami ose mej. Madje edhe tomataci. Por emri s'ka rëndësi, të duan përsëri, sepse të duan është ajo që ju pëlqen më shumë. Emri s'ka rëndësi, të duan përsëri, sepse të duan ju pëlqen më shumë. S'ka rëndësi ku janë, afër ose larg, thjesht të duan ty ju pëlqen më shumë. S'ka rëndësi ku janë, afër ose larg, thjesht të duan ty ju pëlqen më shumë. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje zoti Bojt. Po kënaqeni? Shumë. Po Çaça kënaqem. Gredi, kam kaluar ditën më të bukur dhe kam njohur shumë miq të rinj dhe të mirë. Pra, unë e mora me mend se kështu do të ndodhte. Dhe ne do të bëhemi të gjithë miq penash, kështu që ne mund të vazhdojmë të jemi miq kur Colina të kthehet në shtëpi. Kjo është një ide shumë e mirë, ha? Është me të vërtetë. Faleminderit për gjithë argëtimin e sotshëm dhe faleminderit ty Barni. Shpresoj mos më harrosh, sepse unë nuk kam për të harruar kurrë. Unë nuk do t'i harroj kurrën e kurrës njerëzit që dua. Unë të dua ty, mua më do ti, familja jon ka lumturi, e ja fort të put të përqafoj, më të mirën të uroj. Ti më do, unë të dua ty, shok të ngusht jemi tani, shok besnik të ri, e ja fort të përqafoj, të put më të mirën të Bingo, ne të duam edhe ty. Sigurisht që po. Si thoni fëmijë, keni dëshirë të shikoni lulet që kam mbjell? Bingo më ndihmoj të hapja gropat. Ikim atëherë. Mirë pafshim të gjithëve. Argëtoni, shihemi më vonë. Eja.